Dy gjëra duam në jetën tonë. 1. Dashuri dhe pranim. Ti, cilën nga të dyja këto të mungojnë? Dhe mos harro që Zoti na flet ndërmjet njerëzve, kafshëve dhe programeve të ndryshme. Shikoni, po kalonja këtu që të ecnja dhe shikoni macet si erdhën të gjitha pranë meje dhe të më tregojnë dashurinë dhe të marrin dashuri. Prandaj ti nga kush pret dashuri? Qoftë se dhe ti të mungon dashuria dhe pranimi nga të tjerët, besom se atë e ke brenda teje. Dhe nëse nuk di si ta bësh, jam këtu me Rita Cake, terapiste energjetike, shkrimtare, trajnime të ndryshme, mësuese për të ndihmuar të gjesh veten dhe dashurinë dhe pranimin brenda vetes. Atëre dhe njerëzit jashtë teje do të pranojnë dhe do të falin dashuri. Dhe mos harro që çdo gjë bëhet për një gjë. Fillo të bësh hapin e parë, akoma dhe një ecje në natyrë për veten tënde. Mostro për të tjerët. Nëse dhe ti ke nevojë për ndihmë, jam këtu të ndihmoj me metodat e ndryshme. Ka zgjidhje për të gjithë ju që prisni të keni zgjidhje nga të tjerët, por vetëm zgjidhja nga brenda do vi kur ti jesh gati. Nëse do mësosh më tepër, më shkruaj në Telegram, në Instagram, në Facebook, në Viber, në WhatsApp, në TikTok, në YouTube, tek numri 0030 699 321 46 37. Ju dua shumë dhe shijojeni jetën me gjëra të vogla dhe të thjeshta. Jeta është e bukur kur i jepni ju bukuri.